Drejtoria e Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik sot ka hapur kursin 3 mujor me gradë artizanale të Prizrenit. Fillojnë kurset e Komekut nga Turqia e ku në këtë kurs janë të angazhuar 53 gra që arrin të mësojnë kurse në 6 drejtime. Në këtë hapje të këtij kursi sot drejtori Ramadan Tarashaj e hapi këtë kurs duke falendëruar fillimisht komunën e Konjës nga Turqia që po mundëson që këto kurse në bashkëpunim me drejtorinë tonë të mbahen dhe pastaj taset këto kurse ndihmojnë në këto gra që kudo të kemi panajire. E bëjmë një fillim 3 të kurseve artizanale apo sido që tjetë gjitha përfshijnë këto kurset. Njëre falenderojmë komunën e Konjës, e cila ka bashkëpunim me komunën e Prizrenit dhe mbështet këta kurset që do t'i marrë Drejtoria e Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik. I përshëndesin gjithë pjesëmarrësit, kursant të cilët jo vetëm që kanë me mësu zanatin këtu, po besim që kanë më avancu dhe më të kenë edhe ndonjë biznes të vetin, pse jo, se nuk jemi na vetëm me mësu dhe milon aty për certifikata, po jemi na me avancu ta dhe po shpresojmë dhe besojmë që do të kenë edhe bizneset të cilat do të udhëheqin nga këta kurse e më te. Po, këta kursistët që kryjnë këtë trajnimet apo edhe punimet që janë ma të mirat që dalin prej kurseve, ne i qëmë në për panajiret vendor dhe ndërkombëtar të cilët i ekspozojmë dhe pse jo mos të përfitojnë nga shitja e këtyne të gjitha që janë përgatitur dhe të bërë shumë bukur dhe shumë mirë nga kursantët. 3 mujor është kursi, po, dikush është në vazhdim të kursit për ta forcuar kursin, po disa janë që kanë aplikuar për të parë. Kështu që janë bo gjithë përbashkët. Po jemi vetëm në fazën përfundimtare të kësaj që jemi të e pregadit, tani do të vendosen edhe disa kiosque këtu afër sheshit lidhjes për ekspozitat e këtyne gjitha që janë pregadit për këtu, zakonisht për artizanale dhe t'jenë, aty do t'i vendosim dhe si suvenir, si çka do që t'jetë, aty do t'jenë të ekspozuar. Derisa sa i përket këtyre kurseve, trajnerët si Shprisa Makasqi, Venira Rada dhe Hyrmiti Celina. Me këtë rast ka falendëruar këtë organizime dhe këto kurse të cilat tha se po arrin të ndihmojnë gratë artizanale që këtu të mësojnë e të aftësojnë 6 lloje të kurseve të ndryshme. Trajnoj bizhuteri, dizajn bizhuterie dhe qëndisje në fjongo. Këtë herë i kemi grupin që kanë filluar e kalum, do me thonë ka shpreh dëshirë për me vazhdu pjesën e dytë të kursit. Shumica e nxënësve apo të grave që kanë me marrë pjesë kanë qenë edhe erën e kalum në 3 mujorshin e parë dhe kanë shpreh dëshirë normal dhe të vazhdojnë prapë, se vetëm me 3 muj nuk mundesh me arrit ato që dojnë. Shumica prej tyne masi kanë shprehur, kanë me qenë pjesëmarrës dhe normal kanë me qenë edhe pjesëmarrës edhe do vajzat të reja që kanë shpreh dëshirë të për herë të parë të marrin pjesë në këtë kurs. Është vazhdim i 3 mujorshit të mëparshëm. Kanë me qenë kursiste të cilat e kanë viju kursin 3 mujor të parë, kështu që do të kompletohen me 6 muj. Janë përnimet të përkushtuara në gjatë kurseve dhe interesimi gjithë një ma shumë po shtohet, për ndryshe është kënaqësi për neve kur ato aplikojnë dhe është një favor që sigurohet nga Drejtoria e Turizmit, sepse kurset janë falas edhe munden me u aftësu edhe me çu ma tej këto kurse me pas përfitime për këtyne kurseve. Kursiyelerimizde devamlı gelen kumaşlar için de teşekkür ediyorum. Onların sayesinde biz de onların praktiklerine erişiyoruz. Eğitim programları Drejtoria e Turizmit me këtë rast pohuan se edhe në këtë fundjavë të marrin pjesë në panajirin e Prishtinës, ku kjo drejtoria jonë do të jetë prezent me prezantim dhe kënd të veçantë.